Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për bambun. Bambuja është shfaqur 30 deri në 40 milion vjet më parë. Në Europë nuk ka bambu të egër, por fosile bambuje janë zbuluar në Lyon të Francës. Gjithsesi, ajo gjendet më e shtrirë gjeografikisht në Azi dhe në Amerikën e Jugut. Bambu nuk është as pemë as shkure, por bim. Madje është bima me rritjen më të shpejtë në planet. Ajo mund të rritet deri në 1 metër lartësi për 24 orë në kushte të përshtatshme klimatike. Bambuja çliron oksigjen në atmosferë dhe thith dioksid karboni rreth 30% më shumë se bimët e tjera. Kjo bim ka një sistem të gjerë dhe të fortë të rënjor, që e mban tokën të qëndrueshme dhe parandalon erozionin. Bambuja ka një strukturë më të fortë se çeliku, ndaj dhe është përdorur gjerësisht në industrinë e ndërtimit. Ajo është përdorur gjithashtu në mjekësinë popullore, për trajtimin e infeksioneve dhe për të përshpejtuar shërimin e plagëve. Në lindjen e largët, bambuja është simbol i bukurisë, qëndrueshmërisë, elasticitetit, i edukatës së mirë dhe miqësisë. Në Kinë, kjo bim simbolizon jetëgjatësinë, në Indi shoqërinë dhe miqësinë. Në Filipine, me drurin e saj bëjnë kryqe, të cilat i mbajnë si hajmali. Druri i saj, sa i fortë aq edhe i lakueshëm është. Bambuja konsiderohet në këto vende gjithashtu edhe si bim me veti të rralla shëruese dhe që vendos një harmoni të plotë energjike në organizmin e njeriut. Sipas Feng Shuit, kërcellet e bambus kanë kuptime të ndryshme kur bëhet fjalë për tërheqjen e pasurisë. Të 3 kërcellet besohet se përfaqësojnë fat të mirë, pasuri dhe jetë të gjatë. 5 ose 6 kërcelle sjellin paratë dhe fat, dhe 7 kërcelle mund të simbolizojnë shëndet të mirë. Nëse e vendosni bimën në pjesën verilindore të shtëpisë ose zyrës, pasuria dhe financat aktivizohen. Ana lindore e shtëpisë besohet se tërheq shëndetin. Bambuja është bima me rritjen më të shpejtë në botë, dhe periudha më e mirë e rritjes së saj është sezoni i shirave që vjen çdo vit. Gjatë kësaj periudhe optimale të rritjes, ajo mund të rritet 1.5 deri në 2 metra, ditë edhe natë. Kur rritet me ngadalë, mund të rritet 20 deri në 30 cm ditë edhe natë. E gjithë periudha e rritjes është shumë e mahnitshme. Gjatësia e bambus ndikohet nga lloji i bambus. Lloje të ndryshme bambus rriten me lartësi të ndryshme. Një arsye tjetër pse bambuja rritet më shpejt është se bambuja rritet për të zgjeruar sipërfaqen e saj, ndërsa pemët rriten për të rritur volumin. Siç e dimë të gjithë, bambuja ka një strukturë të zbrazët dhe është relativisht e thjeshtë për të rritur. Megjithatë, pavarësisht strukturës së saj të zbrazët, bambuja ende mund t'i rezistojë ngarkesave, dhe nyjet e fiksuara të bambus e parandalojnë që bambuja të bëhet e paqëndrueshme ndërsa rritet. Ndoshta është rritja e saj e fortë që ndikon në kulturën e vendit dhe i bën shumë kinesë të admirojnë cilësitë e bambus për gjelbërimin e përhershëm të drejtë dhe këmbgulës. Tani do të flasim për historinë e bonsait. Arti bonsai filloi të zhvillohej në vitin 1000 pas Krishtit në Japoni. Fjala bonsai në thelb do të thotë bimë e vogël në një tabaka. Dëshmia e parë autentike e pemëve bonsai daton në fillim të shekullit të 14 pas Krishtit. Megjithatë, ka shumë të ngjarë që praktika e rritjes së pemëve bonsai të ketë origjinë më shumë se 1000 vjet më parë në Kinë, në një shkallë shumë themelore, të njohur si bonsai, ku vetëm një pemë e vogël rritet në një enë të cekët. Këto pemë të hershme kishin gjethe të rralla dhe trungje të ashpër, që shpesh u ngjanin kafshëve si dragonj ose zoq. Japonezët priren të përqendrohen në përdorimin e specieve vendase për bonsain e tyre, veçanërisht fikuset,
pishat, azaleas dhe panjet. Këto konsiderohen si specie tradicionale bonsai. Për japonezët, bonsai përfaqëson një përzierje të besimeve të fuqishme të lashta me filozofitë lindore, të harmonisë midis individit, shpirtit dhe natyrës. Për më tepër, një thënie e lashtë japoneze e shkruar në Japoni gjatë periudhës Kamakura thotë: për të vlerësuar dhe për të gjetur kënaqësi në pemët me forma të çuditshme në vazo, duhet të pëlqeni deformimin. Bonsai u soll brenda shtëpive në raste të veçanta nga elita aristokrate japoneze dhe u bë një pjesë e rëndësishme e jetës japoneze me ekspozimin e tyre në rafte të posaçme. Më vonë, në shekullin e 17 e 18, artet japoneze arritën kulmin e tyre dhe kjo ndikoi në të gjitha popullsitë fqinje. Bonsai evoloi bazuar në një kuptim dhe përkufizim shumë të lartë të natyrës. Simbolizmi i bonsait. Janë pemë të mrekullueshme në miniaturë, një domosdoshmëri për adhuruesit e Feng Shuit. Bonsai është një simbol i nderit dhe prestigjit. Duke zgjedhur këtë bimë, ne mund të kemi një pikturë të gjallë arti në shtëpinë tonë. Duke ndërthurur filozofinë e Feng Shuit dhe bonsait, ne shohim shumë njerëz që i rikthehen artit dhe besimit të kësaj filozofie dhe krijojnë një mjedis pune të përsosur për sa i përket ndjenjës së harmonisë dhe paqes. Bonsai është në thelb një kopje e pemëve natyrore, ku për shkak të madhësisë dhe nevojave të tyre në mjedisin e tyre natyror, është e pamundur që ato të vendosen në një kopësht, në një obor apo në një balkon. Gjethet e bonsait janë me shkëlqim dhe kanë ngjyrë jeshile, ndërsa trungu i saj është i veçantë. Ai ngjan një gërsheti ose është i valëzuar. Është një bimë shumë vjeçare, e rritur në vazo të vogla të cekta. Kjo gjë ndikon në kufizimin e rritjes për ta mbajtur në miniaturë. Kjo pemë xhuxh mbahet në një vend të ndritshëm, por ekspozimi i drejt për drejt ndaj dritës së diellit duhet të shmanget.